Një takim me Lefter Çipën, me princin e polifonisë shqiptare, në Pilur. Ngjitem në Pilur, atje, në vendin e lindjes, ku rapsodi ka nisur të shkruaj. Jam së bashku me poetin e shquar, zotin Lefter Çipën. I lauruar disa herë të Çipën, ku do shkoshte me gjitho nderimin. Nderimet i ka vetë kënga me dhe. Dhe nderimet të akroqera umre janë brigjet e Perëndimit, si mbas legjendave të lasha, dhe janë brigjet që në qoftë se i maron kënga detit, maron dhe kënga e shpirtrave të njerëzit të këtyre brigjeve. Dhe kënga fillon nga Gushtica e Pompeas, hidhet shpërndahet në përzallin e detit e Valët, tek zalli i Qezarit, dhe masat njitet përpjetë kënga në majtë të Qikës, vazhdon varkën malet e vetimës. Kur keni nisur të shkruani? Unë e kam nisur vërtësisht rinin e kam kaluar në Vlorë. Dhe atje kam nisur krijimtarinë time të parë, në vetveten time, sepse krijimtarinë e kam do trashëguar vjeshërimin, nga fishi im dhe nga fshati im. Sepse nuk ka fish apo familje në Pilur që të mos ketë vjeshërimin në vatër të zjarit. E kam nisur në moshën 16 vjeçare me trion karakteristike të Vlorës, me në krije profesor Themistokli Mone. Që atëherë ata më diktuan, profesor Themistokliu, më majti afër, përpunoj këngën qytetare vlonjëhate, në bazat e pllakave të incizuara në vitet 1905-1907 nga bregasit e emigracionin Chicago të Amerikës dhe nga Nesho Mukua në vitet 28-30 në Paris. Kjo ka qenë dhe ajo ushqimi apo gacmimi shpirtëror, apo plaka e parë, shkëndje e parë që tek unë ka ndikuar fuqish. Kjo ishte, mendoj unë dhe thonë, nga vetë bazor refi ku kam origjinën dhe ku kam lindur, deti me malin gjithmonë janë në konflikt. Deti ishte në abëzi. Malin kërkon të shëm, po malit si bën asgjë. Qëllon të lazi shkëmin. Shkëmi qa i bën, vetëm se i fërdisht, qëto shfaqen, ja bën të fërdisht. Dhe kënga Bregase quhet, polifonia Bregase quhet këngë e Perëndimet. Kur fillon polifonia Hilmariote e Bregase, Perëndit zbërsen në tokë. Kështu duan të thonë moshatarët dhe legjendat popullore. Dhe kështu vazhdoi thurja e qilimit të këngës. Se e gjeta qilimin në vazhdimsi. Dhe unë thura, e po vazhdoj të thur, dhe thumë se do thur, derisa të kemë sirin hapur. Naturisht, po, nëse do t'ju kërkoja të komentonit një pjesë të këngëve që këndohet, shumica këndohen, por që janë organizuar në këto grupet e Pilurit të Bregdetit, disa këngë një koment të shkurtër që të shoqërojmë pak atë grupin që do vazhdoj të këndoj. Tani këngët e Pilurit të Bregdetit, të i marrës të 7 fshatrave, në tërësi kanë kaluar, janë rjedhje e penës time. Që nga këngët e adheuti, kënga për në infrashër, birbizhik i vëndeve të mija, Shqipëri flakët di feku, beka e barë, në të marqa moj manu shaqe, Vito Polumbesha, e këtë di unë tani, unë i haroj... Në perka, kushe bërë në perka, pika.
është e në Qomukos, në Përkapika, ja ka bërë Teftotashkos. Ishte po, se kishë në Paris që i qizoj Teftotashkos, edhe kënga tradicionale e Koçës, shumë i koçarët se bukurie, është krijimtari e në Qomukos, ja kushton Teftotashkos. Se Tefta që e studente në Paris, në konservator, dhe e grumulloj që ishin student shqiptar në konservatorin e Parisit, dhe kanë kënduar, Tefta ka kënduar polifoni i Marioqe. Në ndojtimin e në Qomukos. Kështu që kënga e Brekut ka një ligjë. Nusja, kur do vi Nusi, në sënduqin e saja, se kështu i thëmine, sënduq, jo sepete, po sënduq. Ashtu. Brënda, ajo në një kulet të qinishë prej nusës vetë, ashtu, do kishte të shkruar edhe me thënjë, me thënjë, do kishte një truf me kënë. Pasuria, ishte pasuria. Ishte urata me laqej, që bekimi. Bekimi i parë është i këngës. Pse edhe në kishë, edhe në gjami, e kudo, është kënga. është vokale. Kënga i Mariote ka, kënga e Pernivet, ka zërat e natës dhe të ditës. Zërat e natës janë valët e detit, kurse të ditës janë errat e maleve. Kështu zhvillohet kënga nga bresa në bresa. Nga i gjitha i arkiv që keni ju të këngës, çfarë ju ka pëlqyer më shumë nga këngët i këndohen? Je i Zotit veçor do të bëjë? Jo, gjithmonë kënga që flet për Shqipërinë dhe për Adheun, ajo është me shtrenjta, për këdo krijues. Jo vetëm për mua, po për këdo krijues. Ai ishte depi. Ai ishte depi, ati ishte nëna, ati ishte babai. Ati ishte motra, ati vëllai, ati janë mitë, ati shok, ati komësia, ati shteti. Do veçosh pak për kurbetin dhe për dashurinë. Si keni kënduar juve? Kurbeti, kënga e kurbetit, ma pranë dashurinë. Kurse kënga e dashurisë e largon kurbetin. E bukur. Se vajzë e të dashurin parë, ashtu si dhe djali të dashurin parë. E mund të thomë, kurbeti është lëmi i dëshpërimit. Kurse dashuria është ajo që thirrjet qelqet e qiellit. Edhe dashuria lulëzon mi qelqet e qiellit. Këto janë të ndara vetë ju. Pastaj janë këngët e tjera. Është epikja, historikja, erikja. Janë balladat të ligjërueshme, që këto kanë të bëjnë me madhështinë e botës njeriut. Pa këtu dua pak, kam pak dëshpërim, polifoninë e sotme, po e piskojnë shumë. Po, ajo prapë s'ka që bënë, se virgjerin si agasmonë do të asaja. Agasmonë shumë. E varpëruan polifoninë shqiptare. Dhe kur në një kohë që e mori në mbrojtje UNESCO, anaj këtu duhet të kenë kujdes funksionarët shtetëror, se lozin me këtë po, kënga është vakëf polifonia. Do t'i përvulloj. Do t'i përvulloj. Në kjo se marojnë ngurët e malit, erat e sinëve, valet e detit, dhe ijet e qiellit, do maroj dhe polifonia shqiptare. Përse ndodh kjo? Ta lem anën se këngën se ka bërë qeveria, qeveria folklori, institutet, du ta mbrojnë. Ta mbrojnë.
Por, përse ndodhin këto? Mos ka të bëjë me varfërinë, vakumin e këngës të vendet tjera dhe diçka marrin, diçka japin, vjedhin, ku di unë. Si e shpjegoni juve? Me monedën, E lidhë me interesat. me interesat. Ajo kërkon të varos këngën. Po kënga, aqë më tepër shtati saja, i lartësohet. Është vetëm monedë. Edhe tani po reni, njerëz shumë natyrisht nga varfëria, nga moskamja, po edhe nga megalodhia e pasurisë. Se pasuria ka megalodhi. Ore, mos u mundo të pasurosh me shpirtin e popullit. E bukur. Lefter Shqipa, me sa dhe unë ju keni prindrit gjallë. Po. Jo se është çudi, por është e fati juaj, ke prindrit gjallë dhe një mosh madhore, afërsisht keni shtëpi këtu. Po, lartë në Pilur, kam shtëpinë e prindërit. Kam babajnë dhe nënën. Babaj 91 vjeç, nëna ishte 88 vjeçë. Mbahen me gjithë çka i kanë të sakta. Si krijesa, me dëgjim, me shikim, me këmbë, me dorë, me gjikim, me këngë, me valle. Sepse babajnë dhe mamën i kam pasur edhe këngëtar, kjo është e vërtetë. Babajnë e kam edhe të zhvilluar nga pikpamja, është letrar, historian, me cilësi të ralla, do më është një natyrë enciklopedike në vetë përbërjen e tia. Nëna është si një heroinë e punës. Edhe një nënë që ka të nur 8 djepe. E mere me më, kështu që në tërsi, jo vetëm familja jonë, po Piluri kështu është. Nga varfëria, se kënga del nga varfëria. Të godasë urinj, të godasë uaj, të godasë merimet, largimin, kurbeti, e të gjitha këto. Nderi, kënga vërtetësisht është kundër kapitalit. Është një angst që del edhe do. është forcë. Protest, një lloj proteste shpirtërore. është bota shpirtërore, bota madhore që i thomi, shpirti njeriut është. Ati ke gjithë shka. Lefter Shqipa, falenderit shumë që u ndalëm kaq minuta këtu në këtë peisazh të jashtëzakonshëm. Bukuria shqiptare, përballë detit, përballë malit, këtu në Pilurin tuaj. Në Pilurin ku ke lindur, ku ke marrë gjitha të pasuri. Do të shkojmë aty të përqafojmë pak me Pilurin. Ju falenderoj për këtë dëshirë që keni, sepse sa tjetë gjallë njeriu duhet ndëroj babajnë dhe mëmën. Tu shërbej, aqë sa mundet, kuptoj, por tu evidentoj vlerat që ka babajnë dhe mëmën. Për këtë u falenderoj. Vete për respektet djalit tuaj, Aleksandër Shqipës. Që të jesh djali mirë, duhet të keq dhe gruan nga vëndit. Ha, pse qa, nuk e ka? E ka nga përmetare. Do të dëgjoj nusja? Do të protestoj nusja se përmeti ka vlerat e tij apo? Po mirë, po përmeti e ka këngën me klarinet, kurse Piluri e ka me fill. Aleksandri duke ndjerë krenarin e gjyshit, e nisi me gjyshin në biseda kështu jashtë kamerave. Krenarin tuaj i shkëlqejnë syt kur kujton krijimtarin e babait, kur kujton trashëgimin kulturore të gjyshit që ka rreth 1000 libra në shtëpi, sa të kanë vjedhur është punë tjetër ty, sa të kanë marrë ti si ke numëruar mbase? Po mirë, o të gjallë. Një bibliotekë të pasur.
Vërtet që folklori është një trashëgimi, pra një kulturë që është mbyllur me 7 palë qelsa në përkryrjen e vetë. Nuk e ndryshon dot më. Vetëm imitues të rëndomt apo zvetënues me ok dolën se i kërkonte koha në çdo fshat. Dhe kjo manierë, ky budallëk me brirë për të krijuar folklor për inersi ende vazhdon. Por pati nga ata si Lefter Qipa që u afruan te mjeshtri i madh, rilindër nga e para një shpirt të lashtë. Kjo sepse kishin diellin dhe ishin vetë mjeshtra. Kjo mrekulli nuk haset shpesh në mes të ditës dhe në mes të rrugës. Ai është një i thirrur në Shkëmbin dhe në ullirin e bregut. Ai lindi dhe jetoi në Shkëmbin dhe detin për të bleruar dhe për të ngulur shpatot në Shkëmb. Një manitje e madhe, një gurrim jetëdhënës vjen nga brenda dherave të bregut, drejt dhe në shpirtin e njeriu, tati vet dhe këndon, rritet si dallgët, si limonët, si jeta e pandëprerë. Shëtitoria e fshatit është quajtur kjo rrugë që sot është shtruar dhe asfaltuar. Shëtitore, sepse s'kishte ngjitura dhe të zbritura, dhe piluriotët grupe këndonin në këtë shpat mali që zbret në bregun e kaltërt. Sa kalojmë qafën e malit, shfaqet përpara piluri, që lidh të dy anët e Labrisë, me Saplikun dhe bregun Jonian. Si që shikoni, mbritëm në qendër të pilurit. Ja ku është fshati i pilurit. Në Tesa Guri, shikojmë këtu tash një vend malor. Malor nuk e di se e quan Lefter Qipa, po një vend malor se 800 metra me nivelin e detit, në themele Guri, një vend i bukur, shtëpi karakteristike të bukura. Pse jo, mund të ishte një vend shumë i mirë turistik, nëse kjo rrugë e bukur që ka filluar, që është inauguruar gjysma e rrugës, të vazhdonte. Zoti Lefter Qipa, ja ku erdhëm pra në pilur ku ju keni lindur, keni kaluar një pjesë të jetës, ku unë befasohem nga shëtitoria që e konsideron, e quani ju shëtitorien, sepse shikon po thuhet gjithë fshatrat e bregut, po befasohem edhe nga ky fshat i ndërtuar maj mali, me themele Guri, me mure Guri, me taraca, gjithçka e ndërtuar me duar, nga artisti, nga njeriu. Piluri quhet fshati i hënës, sepse këtu hëna shpëlodhet. Hëna gjithmonë është e dëshiruar për dashuri. Ka vërtetësisht, meri më sot që ka gjetë dot dashurinë. Sado që i ti vinë vërdallë. Edhe piluri quhet vërtetësisht fshati i hënës, ku shtëpit e rrethojnë të ndërtuara prej mur Guri që përballojnë dredhit dhe vrapin e errave. Është fshati që ka errat më të fuqishme. Lisat që shikojmë përballë, po, lisat ja le ta kthejmë kamerën s'ka gjë. Piluri Një pyll i vogël i bukur, nuk di sa i mathesh matan,
Po, është pylli me lisë dhe lisë konsiderohet të dru. Këta lisa janë të gjithë 1400 vjeçar, se vetë kisha është 400 vjeçare, ka bëlla, dhe i ka mbrojtur vetë fshati populli si gjatë të shenjtë, kur sot janë edhe zyrtarisht të shpallur monument kulturore të natyrës. Këtu janë tundur djepet, këtu janë kënduar këngët, këtu ligjëratat dhe vajtimet s'kan patur të mbaruar. Këtu kënga dhe vallja, dashma dhe martesat, fjesat, e gëzimet e sofrave, kanë qenë këmë kryq, si i thonë për miselishte, këmë kryq për mi male. Dhe bota shpirurjote është një botë gjithmonë, sa do që ka kaluar e ka udhëtuar, karvan në Përshëngata, para për ngellet një botë e gëzuar. Sepse ka qenë një botë e lirë, e për në nëshluar. E pra, këtu vështirë se e ka pushtuar njeri këtë... Jo, askush. Pra është një kala natyre, duke jetuar vetë piluriot në të, dhe këtu kuvëndohet me zojt dhe me përvërzot. Dhe pijet ujë në përburime me sërkatet dhe drarët. E bukur e Qipa, tani s'ke faj di, po ne të besojmë se po shikojmë tani, po të flisi atje largë në Tirana, po në një nga sheshet e qyteteve, shumë po mburret Lefter Qipa. Po Lefter Qipa ka drejt mburret, ka drejt. Në do që të dashurosh dhe në moshën 80 vjeçare, hajde dashuro në pilu. Hajde në pilu. E bukur. Po jo me... Nuk shuhet dashuria. Jo me vajzat piluriote, ose s'ta afrojnë ato. Bjere mujtëse. Këtu i bashiri, thë. Këtu bashiri. E që ti ngopet gjani. O duke tundur, zbrete zalime samimi, tunde mali, tundu moj beke, marda tundu, nata nane, hana dubu, beke moj bade, bore mali, tije morita, čičo bani, Cili që shkel për herë të parë në fshatrat e Bregut, edhe në Pilur, kur sheh shtëpi guri, kupton që vendasit e kanë çmuar dhe e duan gurin. Piluriotët kapeshin pas tokës me duar dhe me thonjë, dhe kur nuk kishin rrugë tjetër, zbrisin në anë të detit. S'mund të kaloj Lefter Qipa pa u takuar me burrat e Pilurit dhe djemt që mlidhen në njën e këtij rapi madhështor. Pra, Lefter Qipa e nisëm aty të Bregu i parë, ka se thoni ju, i Pilurit. Unë gjitëm në rrugën e bukur që sa po kemi përuruar, me dhije e partije, edhe erdhëm më afër, po e prekim shumë afër tani Pilurit. Po takojmë këta njerëz të mrekullueshëm të Pilurit. Nuk e di si ju thej një fjalë ti, me këta oksigjen kur të bëhet. Jo, ato mos e thotë oksigjen të pastër, mos e thuaj thotë. Zakonisht ne piluriotët dojmë të martoheshim 3 herë, 4 herë, 5 herë. Por nuk na im në fshatrat e tjera, se jeshim të varfër. Edhe kështu ngeleshim në një, me tonë, me gruan e vendit. E si ju the atyre, ma thuaj fjalë për fjalë si ju the, që oksigeni... Oksigenti që kanë këtu, shtojnë në ditët
Dhe jetën e tjera. Edhe mund martohen përsëri, edhe pse janë të moshuar. Po, janë gati. Ashtu. Tani unë ju falenderoj të prezantuar dhe me një nga figurat e folklorit shqiptar dhe të bregut. Pavlo Bala i dëgjuar, po si më takuar bashkë? Isha një nga vallëtarët e bregut dhe ashtu më kishin vlerësuar, nuk dua të mburem. E thonë të Dhe sot shikojmë që keni shtruar tavolinë këtu, nuk e di çfarë keni. kam një gëzimin tim, Fillon djalë. filloj djalin e vogël të familjes time. Të trashëgohet Pavlo Bala. Ju faleminderit E shumë. nëse gjem kohë, do vimi 5 minutësh të marrim pak zërin e mrekullueshëm këngën edhe trokitjen e dollive që bëni këtu. Patjetër, jemi shumë të kënaqur për pjesëmarrjen tuaj. Do të ndrojmë, vetëm do marrim mikrofon. Pak. Jemi shumë të gëzuar Dhe këtu gjem dhe kjo është befasi për mua, më duket që Jo, ishte rasi. nuk pa befasi. edhe për ne Si. Erdhëm me Lefter Çipër, mirë. Kemi shoqëruar Lefter Çipër nga Imara deri këtu. Kemi bërë mirë apo s'kemi bërë mirë? Bërë kaq mirë dhe dëshirojmë jo një herë të tjerë, po qindra e mira herë që ta njihni mirë këtë fshatin këtu. Po, Ta njihni mirë po, fshatin. ja diku mos të largohemi pa u takuar pak. Thash erdhëm në Lefter Çipër. Ardon Kreku nga Pilur. Amon Kreku, këngëtar i vjetër, Këngëtar i vjetër i grupit. i viteve 70, Po, i mos grupit gaboj. Pilurit. I grupit Pilurit. E po ja, Me atë këngën tuaj, me atë zërin tuaj të mrekullueshëm. ja shuri rast. Prandaj jam shumë i lumtur që po të takoj. Edhe një themi për herë të parë, ju nga Malakasta, imitate dhe unë nga Pilurit, të di palë Labrieni. Na bashkojmë malet. E, na bashkojmë malet. Jetojmë këtu në Pilur, emigracionin se kemi parë, nga këngëtare, vallëtarë, kemi kaluar çobanë, blektorë. Por i sistemi e jemi praktikuar se jetojmë në fshatin tonë. Vetëm nga mungojnë disa gjëra, ujët, dhe këtë gjate na i bën përgjithësim njerëzit që të na i përfundojnë këtë gjate njëra poshtë atë nga Argëleja që i thonë të na lidhën me marrësh. Kjo që janë si balkon të Bregdetit, të Pilurin, me klimën që shikoni, me ajrin që shikoni, me gjithë këto mrekullira që po shikoni. Sot akoma jemi më të gëzuar se kemi një davet, fillojmë. Të trashëgohet. Edhe kërkesat tuaja janë të drejta. Megjithëse këtu uji duhet të ketë, po pse ta merrni nga fundi? Jemi nderuar, unë jam një kush. Unë jam fis blektor, jam marrë me blektoris, jam marrë me këngës, jam marrë kështu, po gëzoj aktorin Lefter Çipa, që ka qenë organizatori kryesor i këngës i valles këtu në Pilur me këta shokët, kupton, edhe juve personalisht u nderoj për herë të parë që keni ardhur këtu në fshatin e Pilurit, po neve na ka ardhur për pak po na ka erdhi kryeministri Sali Berisha, na ka dhënë llafin edhe unë thom kështu. Llafin që thotë Saliu nuk e kthen brapa. Kam këtë timin, që do na bjer ujë se s'bën. Ne vim nga Greqia, nga emigracioni, jemi emigratë. Dhe kur vjen gjithmonë në vendin tonë, në fshatin tonë, kënaqesh me tigu i sule, kënaqesh me këngë, kënaqesh me tigu të zogje, kënaqesh me çdo gjë. Sot është fat se kemi dhe një gëzim. Një vend që ka histori, kamera televizor, duhet jetë ku do ndodhur. Së bashku me Lefter Çipën, unë dalëm këtu të ky rap historik është. Dëshmitar i kush e di sa ngjajeve historike është. Është i kuvendeve. Rap 250 vjeçar. 250 vjeçar. Po, ana rap i rritur pa ujë. Është i vetmi rap në Shqipëri që është rritur pa ujë. Se rapi zakonisht do ujë. Si ka muzikë edhe repet të Pilur nuk duan ujë dhe rriten edhe pa ujë. Po Se është dëgjoj ankesa për ujë aty nga njerëz. po është zoti njeriu çdo gjë rritet e bën. Çdo gjë rritet. Po, e di pse ndalën. Se më thanë që disa djemë që shikojmë këtu ulur kanë lidhur me Greqinë. Po, atë Pra djemë të Pilurit shtohen dhe andej shtohen. Nga të gjitha ka. Vazhdon e shtohen Pilurit. Jemi- Këto që tjetë. Jemi rreth trëndafili. Rruzojmë si trëndafili. Shko sa bukur
E flasën Shqipen, pyeti. Po, ja përshëndetje, si kemi? Polimer Boç. Polimer, Polimer Boç. Polimer Boçi. Polimer sa vjeç je? 17 vjeç. 17 vjeç. Ke lindur? Ku ke lindur? Ku ke lindur? Në Greqinë, në Athinë. Në Athinë. Vazhdon shohur. Shqipen e dikta? Po. Ja urdhëro Ja po flet bukur, Po, e mira se jeni edhe ju, po ne jemi të interesuar për këtë brez. Flet gjuhën e zogjët. Për këtë brez, gjuhën e zogjve. Juve, si keni emrin? Nikola Volaki. Po, Nikola. Juve, kur keni lindur? Sa vjeç je? 18 vjeç, në Himar. Dhe ke lindur në Himar? Po. Sa vjeç ke Greqi? Kam 16 vjeç. Domethënë ma në Himar kur je nisur, me çfarë ka ju familja kur je nisur? Me makina po me traktor po? Me makinë. Ti nuk marr mend asgjë. Po vjen e shikon gjithmonë Himarun. Po. Ashtu si dhe ju pilurin apo jo? Një vi njerëz që tani kur vjen, një vi pa më të vjetë. Lefter Çipën e një për shembull? Jo. Ju keni lindur në Greqi? Shini kur vini këtu? Da, me një. Po juve? Unë kjo Marion Çakalli. Edhe unë jam lindur në Greqi. Sa vjeç je? Unë 15 vjeç. Vazhdon shkollën? Po. Thomat Çakalli jam unë, jam 17 vjeç edhe kanë lindur në Greqi. Po. Mirë, vim kafe berat këtu. Vjen çdo behar. Të pëlqen piluri? Po. Ju pëlqen piluri gjithëve ju? Po. Ju pëlqen? Çfarë ju pëlqen nga piluri? Çfarë ju pëlqen këtu? Ato gjë bukuria, njerëz të këndshëm. Detyrimisht kam mikë që në 300 në Greqi. Po. Atje kam punuar së gjithë të tjerët. Dhe vim muaj për muaj, çdo muaj gusht. Çdo muaj? Çdo muaj gusht. Janë pushime, vim dhe rrim një muaj. Edhe çmalli me njerëz dhe vim ndonjë ndërtim për familjet tona. Bukur. Pse? Sepse do shpinë pilurës, do ta ish. Po tani çdo gjë vjen duke u rregulluar. Rruga një pjesë e rrugës. Pse fëmijët tan nuk duan të kthehen në Shqipëri? Si këtoni ju? Mund ta themi atë që nuk e duan, në këtë moshë. Jo, nuk e di thonë. Në këtë moshë këta janë në shkolle. Do marrin shkollë mesme, do marrin universitetin dhe pastaj për të shkuar në shtëpinë e Lefter Çipës, do të kalojmë në këtë rrugë të rrethuar me mure guri, gërqere dhe rër, të fortë dhe të pashëmshëm nga tërmetet, dhe vetë piluri si kështjell që kontrollonte çdo lëvizje të piratëve apo pushtuesve. Shtëpi e vjetër, e gurt, me dhoma të vogla, që janë ndërtuar një shekull më parë. Aty gjejmë prindët e Lefter Çipës, baban, Andrean dhe nënën, Lelon. Babai 91 vjeç, ndërsa nëna 87 vjeçe. Babai në pritet për çfarë të duash, se e ke të saktë. Nga veshë të dëgjon, nga si të shikon. Jo, nga veshë jam pak i dumet. Nga mendimi pikon. Do të bëj kafe. Raki, kafe, doj edhe raki. E pi dhe rakin, Vjen bravo. E pi duan shumë. E pi duan. E pi. S'pas apo që Dhe njërë babai sa shkoj? 91. Lefter Çipa udhëtuam bashkë nga Himara, unë ngjitu në pilur, erdhëm dhe këtu ku e di kishe merak. Po e ne kishim merak. Po. Pse është një shtëpi e vjetër në pamje, po që ka brenda shumë gjëra. Ka një trashëgimi të madhe, kulturore, artistike, historike, dhe është fat për ne që takojmë baban tënd 90
90 vjeç. 90 jetë plot. 90 vjeç. 90 vjeç Andrea Qipa që pije dhe cigare dhe ka sfiduar mjekësin. Po cigaria përsëri nuk është mirë, se dihet që ai bën ca dëme, si shpimin e ndonjëherë, e po të shoqëroj dhe unë, nuk është netik që të pim cigare, po të shoqëroj se duhet bëj pak muhabet. Po, vëllëro, biletë cigarua të pi, po nuk desha cigaro, nuk është mirë trupi. Ti Lefteri që në rakin, po s'ke lëndu hanë dhe thotë që nuk e arsye të mëdha për të mos pirë edhe rakin. Jo. Po s'do pi shumë, do në e fjallën. Atere, zoti Andrea, ne na përqeu piluli shumë. Na përqeu piluli, na ka përqeu Lefter Qipa, me plot brega së tjerë. Na ka përqeu kënga i Mariote, a që bukur. Po Lefter Qipa thot i ka rrenjët këtu në pilur dhe kënga i Mariote i ka këtu në rrenjët. Po Lefteri ka shkruar gjithë ato këngë. Edhe ta shtim me nuk edhe i thash nga e ke këtë dhurat. Kushta ka bërë. O, tha, e kemi të letë, kemi lartë atje, rrenja. Edhe rrenja jeni juve, zoti Andrea. Me qëfar je ma nga të rego pak histori nga jeta. Shiko. Ajo rrenja e vëzëta. Kote kaluara. E mirë çdo gjë i marra. E le të piluri, le të mungoj, le të qeparojt. Se i që dhe krye fshati tjera. Po kanë dhe në gjata, bën e ti, veprën edhe murën ata. Ka dhe jatë kulturë ata. Ta një kone, partishtë e verit, dhe vërteta ishte ajo që një parim do me sen, që shikon më shumë hakën e të vashfëret. Mund të shajmë e kritikojmë, po parimi i saj që të një mojë të vashfërit. Dhe le këtia, aftësit e këtia, dhe le i dhanë dhe dorën ata. Burat e shtetu, që të me vetë shëvë, me shokë, dhe do me se në njëri si ku e kini shokë. Po e njëri dhe ka bërë gjatë bukura, po e? Se kotë së thoshin ata? Edhe pikërisht, ka shpëtuar bilet që? Kryoj grupin dhe kryoj ato vjeshat, e kose. Dhe ti e dori dhe në dritën të njohur pilurin. Ti e dori. Lefter Qipa, po. E kjo qenë. Po juve keni kënduar vetë? Keni kënduar, me qëfar pune e marë? Kam punuar, pa këto ku më ka ti pejqizor në një rasa di por lajne, ja si që shë dhe se i më ka i por. Po i gjithë piluri këndon? I gjithë bregu këndon? Dhe vërteta ishte që ka qenë një popull allegro. Popull i piluri ka qenë popull allegro. Po kemi parë në të keqe, kemi qenë dhe me shërot të sekë. Me shedrili jo tipo u. Po si allegro janë atë rapin që vije ato burat të moshatare, kështu e zinë, shakate, dhe kur keshëm noi feste zinë ato balit, ato bentës, ato kënë të tjire, ka qenë popull do me thënë allegro. E kjo është. Juve mbani mend shumë qeveri. Që nga cila qeveri mbani mend? Që zogun mamën më mirë se e veli. Pse? është, le ke bërë veshin, mamën kur që e qenë 5 vjeqë, ato që jarroni edhe sot këto i jarroni. Shkove. A i kjeri më të tjetër, në nërë gjithë ato, edhe ato, autoritetin e qëtësinë, e mamën më mirë ato. Ajo që dhe je e zogët e vërsa që ka, qëtësi dhe ndosi, qëtësi ajo. Po fukara në kishë. Keshëm ato, po qëtësin, bile mund të thomë që ki populli shqiptar qëtësin e zogët nuk e ka parë. Edhe veri shtoj, po jo si qëtësia e zogët. Pati qëtësin, kur nga i. Me se i ke rritu ke 8 fëmijë? Si i ke rritu ke 8 fëmijë? Mirë. Pjeti e mirë kjo, në bare. Dhe vërteta i sigur burgosa, ne ishëm për para ishëm familje në gjendje, në kapital. Keshëm 800 dhënd, vresha, ara, polë, dhënd me 28 ishte të zohë shtetit. I mori tëra? I mori.
nga të pasur mem pa buku. Se familja babaj i që me 4 vlezër të pa darë, 32 shpit pa darë. Rinë në një Familja. E moj u da. Dola nga burku. Më muar u shtarë, 3 vjetë. Dhe babaj, vate kapitali, s'kishet edhe bilet, shia i mesi të ketë, shia rikë. Po dhe u me shitet. E bako, arë pasënej, mëra fëmijë nu edhe vajta në lorë, në nuare, në lujste. Atje ka bërë 15 vjetë. 15 vjetë. Po, me ato triskat, e shtetit që na njëvën, me ato irita, mund të thot, irita mirë, jo dhe keq, ka me t'i kena t'ju. Ja gjëte. Të rojnë, E rojnë, falë. 8 fëmijë dhe i ke gjallë. E t'i njëse, e gjallë. Po na the se ke bërë pak burg. Pse ke bërë burgun? Ja, këtu që bërë këto në kejë. Na qëllojnë shumë shatarë. Politikisht. Ju godisin? Vetëm, Ti urin kokën. Po piluri ku urin kokën, është shumë lartë. vetëm që ajo qeveri kisha ato po, kishë dhe organet forsa. Sigurimin. E sigurimi e. Qa faj bërë ti, e, zoti Andre? Qfar faj bërë E ti? akuzuan. E po mirë, po ti bërë në gjë që të dënuan. Edhe parë politikisht, se bërë ndiheri. Po pse qa bërë ti në politikë? Qa i prishe ti? Aha. Dhe thashë Qeverisë. Me sëllje, ja kështu. Kanë lidhje me shlogur e jarinës, armik. Armik. Sepse ka akuzon tjetëri nga ato thura, pa shkimi. U bëjnë të thura edhe, pranojnë njerët. Unë nuk u pranova, që dhe shmëtova, më do më gjithë pushkatuar. Qfar mban më qatë ka mbetur në rakshu, qfar ke paralizuar? E para ja kjo. Aftësit të kesh, si do njeri. Mu prej rruga dhe aftësia ime humbi. Të të shtipe të zotësia, a era kjo ishte ajo, si kujtimi me i madhe jetës. Me hidhur, po. Mu shtik zotësia të kesh. Po, nga se ke qenë i kënaqur, më i gëzuar në kohën tënde. Tani ja thot nga shi. Me tepër nga fëmija, e sidomos të ki djali. Ki e kështu për ekonomi të shtëpisë. Jo shtëpisë dhe po. Eto, nuk ka qenë kështu, edhe 5 lek, i prishe fëmijë pa bukë. Po që ki pati këtë të mere. Bënde miq, ha? E. Sa një për dhe mesa ke, dinoj numër kështu tani? O, ne më jebe sanë. I kam Në lero mëruar nuk i kam, po, ke no shumë. je 25 o 30 i kam. Djemë dhe vajzë. E djeve vada. Kam 13 të djelme, djelme. Të dim. Dhe që vashate. Ja 4-5 vashate. Kam edhe të vashate, janë miti i jetë, një për e mesa të vashate e të djelme. Miti i jetë. Je i kënaqur nga puna e tyre, nga mençuria e tyre? Ja, bravo, për bërët. Bilet Marinorkio. Se më ka, Marinorkio. Kjo të zgjat jetën, ha? E, gjatë jetën. Se i kënaqur. Se të gjithë njëri pasu gjallë, si në vajzë, hiq. Qfar zuar, u gëzova shumë që u takon bashkë. Do të thonë, kur kam pasë gëzimin më të madh në jetë, Po, ose dhe i zërimin. po, Se janë këto që marrë të e bërë. dhërim, po. Shumë herë gëzim, më lini djalja, vajza, u martua, djalja, vajza, Plot e gëzime. për një gëzon. Kur më lindi Aleksandri, jeshëm edhe dhe këto nuk e partiu, s'marrën dhe lete, familje, madhe, të shkrovë, e punë të mirë, të keqe në dërgojnë. Edhe punoj atje në rrugë, dhe i buzitu. Në vetë punoj, po nuk shojnë, afër rrugës. Ajo guba jo, e këtia sa bëj mori kjo, do vi poshtë. E ke qarua. Një grua që atere që shenë poshtë, e jati, e më pa, ande e kësot, Zdo më jakë të tjapë një sjerën që më thotë. Oj, da, oj. Po që po, nuk se janë bëri djali më thotë. Nja, po i qilete shë. Në që, po shka po i qilete. Një dhe punësh, Po e kesh fjallë. Shqipëria se kur bë përrime a gjithë.
Dhe me Shqipëria që të gjitha ato adhe banë, edhe u bërë profi Shqipëria. Ishte gëzimi i madh, Në jetë time, ti isha i vetë. Pse ti lindë shumë djem? Djem të kishin shumë djem. Keshi po. Apo ishe i madh për ekzempel. Po nuk gopesh me Doj më shumë, pa marrim, pa numër. Nuk gopesh me djemja. Ta ishe kënaqësi që ne qëndruam me baban dhe me nënën tënde. Çfarë mban mend? Gjën më të keqe nga babaj. Gjën më të keqe mamën që s'më ka qëlluar asgjë. Edhe e bër pak. Jo, sinqerisht. Kur në jetë që të kem gërën një pëllëm nga babaj. Po, më të mirën e babajt, çfarë quan virtutin më të mirë të babajt? Mençurinë dhe guximin. Guximin dhe mençurinë. Pa. Edhe durimi. E ke pasi model në jetën tënde? Po, e kam pas. E ke arritur? Jo, se kam arritur. Se ke arritur. Dikjo këtu. Po. Djekë mi të punojnë për Shqipërinë, sa të jenë do me thënë brez pak drejtit. Për Shqipërinë, dhe të jenë edhe demokratikja, edhe socialistja dhe të jeni shqiptar. Unë tjetër. Jeni shqiptar. Edhe të punojnë. Ku i ka rrenjët pra ky shpirt patriotik i familjes tuaj Lefter Shqipa? Orë, do më rrenjët i ka tek saktësimi i origjinës dhe i komësis që kemi. Pra nuk mund të aludojmë se mos jemi të haru. Jemi autokton, një nga pishtet më të përmandura, jo vetëm për pilurin, por për gjithë bregdetin. Në çdo kohë, në çdo sistem, në çdo flak të ndezjes patriotike, ne kemi ndjerë vetën të domosdoshëm të jemi pjesëmarrës. Juve përmendet që keni bërë dhe keni qenë në oponencë, çdo historikisht në oponencë. Po. Përmendet 2-3 njerëz nga kush janë ata, çfarë ka ndodhur? Kur sa këto vitet që Këta janë njerëzit e pishit tonë që janë shquar, se këtu kanë ardhur të gjithë burrat me vlerat të kombit në Piru. Janë në këtë maj mari, në këtë pshat, që quhet pshati i hënës, si shta shpegova dhe në para thani, që nga Abdil Frashëri ka pjetur në lëpisin e tia mbas lidhjes Prizeretit dhe krijimi i lidhjes, deka e lidhjes së Prizeretit në Gjirokastër. Ka ardhur në Pilur Abdil Frashëri me shok. Mas Abdil Frashëri ka ardhur Ismail Shkemali. Ka pjetur në Pilur. Dhe maset ka kaluar Bregdetin e numëron. Çerçistopulli. Çerçistopulli se do i raditu. Çerçistopulli. Do thënë, ka e rilidhjes dhe e lëvizjes patriotike. Të gjithë këta burra kanë bërë kuvën me domosdoshmërinë e Pilurit, se Piluri për të di krajina, për labrinë e madhe dhe për bregun e detit, ka qenë i domosdosh në lëvizjen patriotike shqiptare. Dhe në shtëpinë tonë të gjishit, u raportua se i së dirë këtuaj, dhe qeveria në ato kohë, në shtëpinë e gjishit, ka bërë bastin, edhe e bërë i kontrol, në shtëpinë do me të Shqipëri. Nuk gjenë gjë, ka bërë bastin, se bëj kontrol, po bindëm ata. Muare, ti kajni i marës, pasërena, i jetoj, për jeti ata gjeri gjeri i lëshoj. Do më thënë, piluriotët edhe ju, s'keni qenë të heshtur, por një... Aktiviteti, ose vazhdimësia patriotike, ka një kushtetut në ndërgjegjen e njeriut, që kur vjen ora, sahati, thonë plejt, ose koha e dorë, do shfaqet vërtetësisht portreti patriotismi. Sot në Pilur të gjatë, nuk i shkurbeti, e deku, moshës time këte, u ka gjerë për qomë të qëjë. është i vetëmi burë që s'ka pranuar pension. Nuk vajta, nuk o bërra kërkesë. Pjesë i fjatarë, që kërkojnë. Mësojnë ata... Se nuk kërkojnë të kire sa dekëshku? Ja, se mësojnë ata. Kërkojnë komësi shqiptare dhe komësi greke. U të thonë dhe kjo me që e esur, po komësi në greke nuk e dojë.
Qëndruam në dhomën e pritjes dhe biseduam gjatë me Xha Andrean, i cili na befasoi për kujtesën dhe të folurit me logjik të fortë. E më pas, nën Lelua na thirri të shohim dhomën e fjetjes, e mbajtur pastër dhe me shumë kujtime dhe fotografi, të djemve, të vajzave, nipërve dhe mbesave. Ti flet të dritarja? Te dritarja. Se dua freskë, dua më mirë. Po, Xha Andrea. Po, babai. Ja, da tjerë. Do me ke zënë vendin e mirë vetë, E ke zënë vetë vendin e mirë? Jo, mirë kemi. Këtu pas ke fotografi. I shtonë vetaj se do të grota shumë ajen, aj. Kiqua. Kiqua. E një kiqua në? Kështu larguam nga shtëpia ku banonin prindët e Lefter Çipës. Përmes rrugëve të gurta, të rrethuara me avlli dhe muret kala. Dhe kënga dëgohet atje, ku ishte shtruar trapeza për fejesën e një prej djemve të pilurit. Një ditë e bukur, një mrekulli, takimi me të madhin e rapsodëve të bregut Lefter Çipën, me princin e polifonisë shqiptare, që siç e përsakton poeti i madh Xhevair Spahiu, më i madhi ndër të gjallët dhe ndoshta i fundit me hove dhe shkëndijime të reja të ligjërimit popullor. Himariot ku do qajini himariot. Zbresim nga Piluri dhe marrim rrugën e kthimit përgjatë Bregdetit Jonian, rruga e gjerë e asfaltuar për mrekulli. Disku i zjarrit të diellit ju afrua detit.